Unë e kam prit këtë përgjigje, nga sekretarja e gjykatës nuk përzihet në vendimarrjen e gjykatës. Është konsiderohet ndërhyrje nëse kryetarja e gjykatës ose në çdo rast një kryetar ose kryetare e gjykatës i përzihet gjykatës dhe këtë rast gjyqtarit apo trupit gjykues ose kolegjit gjyqësor në vendimarrje. Dhe kjo ka qenë përgjigja, pra që nuk përzihem dhe nuk është çështje e gjyqtarëve e trupit gjykues se si gjykan dhe si vepron këtë rast. Kryetarja ka qenë shumë e hapur me i diskutuar çështjet që i kam ngritur dhe këtë e vlerësoj. Por që në përgjithësi përgjigjet kanë qenë se këto pretendime nuk qëndrojnë. Pra ka demantuar duke u thirrur në atë që avokati i popullit të Republikës së Kosovës nuk ka kompetenca me hetu këto raste, por që unë kam bërë me dije që avokati i popullit ka kompetenca dhe ka përgjegjësi ligjore, kushtetuese edhe morale, mu kujdes për funksionimin e përgjithshëm të sistemit drejtësisë. Këto ma e jep këtë drejt ligji për avokatin e popullit, gjë që duke e pa në këtë prizëm, unë mendoj që askush nuk ka të drejtë dhe nuk mundet që institucionin e avokatit të popullit me shmang. Transparenca fillon prej momentit kur gjykata do të filloj të sqaroj pretendimet dhe shqetësimet që unë kam ngritur. Përndryshe, çdo publikim tjetër mund të jetë vetëm aspekt formal i plotësimit të transparencës, po jo përmbajtësor dhe ashtu qysh kërkohen të jenë transparente gjykatët. Sepse natyrisht shqetësimet që unë i kam ngrit, nuk i kam ngrit vetëm mbi bazën e supozimeve, po i kam ngritur duke u bazuar në analizën që institucioni i avokatit të popullit ka në raport me gjyqësorin e Republikën e Kosovës.